Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së një torte shumë të thjeshtë, por shumë të shijshme. Po e sjell këtë recetë sot, duke qenë se stina e verës ka filluar dhe mendova që këtë recetë mund ta përgatisni edhe në ditët e nxehta të verës, duke e servirur si një tortë të ftohtë në vend të akulloreve. Unë zakonisht recetat që i përgatis shumë thjesht në mënyrë që të gjithë ju të përgatisni ato në shtëpitë tuaja. Edhe ashtu kam vepruar edhe në këtë rast, ku të gjithë përbërësit i kam shtuar me lugë dhe me filçan. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Recetën do ta ndajmë në disa faza. Në pjesën e parë do të përgatisim kekun. Për përgatitjen e kekut, unë kam përdorur 2 kokra vezë, të cilat i kam hedhur në një tas qelçi dhe aty kam shtuar edhe 4 ose 5 lugë gjelle me sheqer. Për sasinë e sheqerit, vendosni vetë se sa të ëmbël e doni ëmbëlsirën. Nuk do t'ju rekomandoj që të shtonit shumë sheqer, pasi do të shtojmë edhe përbërës të tjerë gjatë përgatitjes së kësaj recete. Dhe tani, thjesht do të rrahim vezët me sheqerin duke përdorur një tel dore. Procesin mund ta bëni edhe me mikser. I rrahim vezët me sheqerin derisa të shikoni që sheqeri ka filluar të tretet për afërsisht 1 minutë. Edhe më pas në tas do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Unë kam shtuar 1 filxhan kafeje me qumësht dhe gjysmë filxhani kafeje me vaj. Filxhani në këtë rast është i njëjtë, vetëm se në këtë rast unë kam përdorur filxhan kafeje mesatar, i cili merr 125 ml. Më pas përbërësit i trazojmë mirë duke përdorur telin e dorës dhe tani në tas do të shtojmë edhe përbërësit e thatë. Në këtë rast unë kam shtuar në fillim në tas 2 lugë gjelle me kakao, 1 lugë gjelle me baking powder ose pluhur që përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave, dhe më pas kam shtuar edhe mielin. Në total për këtë recetë unë kam përdorur 8 lugë gjelle me miell, të cilat i kam shtuar pjesë-pjesë në tas dhe procesin do ta shikoni edhe vetë me video. Dhe pasi hedhim të gjithë përbërësit tek tasi, do të fillojmë trazimin e tyre derisa të formojmë një masë homogjene dhe derisa të shikoni që e gjithë masa e kekut është e njëjtë dhe nuk ka më kokrica mielli. Dhe tani të gjithë masën e kekut do ta hedhim në një tepsi, të cilën e kemi lyer më parë me pak vaj. Ndërkohë mos harroni të hapni dhe furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. E hedhim masën e kekut në tepsi, e nivelojmë mirë dhe më pas tepsinë e fusim në furrë dhe lëm kekun që të piqet për të paktën 30 minuta. Unë zakonisht kekun e pjek në 200 gradë Celsius dhe për 30 minuta, por gjithsesi, ju vendosni vetë se sa minuta do ta piqni kekun duke u bazuar edhe tek furra që keni në shtëpinë tuaj. Kur mendoni që keku është gati, atëherë mund ta hiqni nga furra. Dhe ndërkohë që keku piqet, ne do të përgatisim edhe pjesën tjetër të recetës. Në këtë rast do të përgatisim pudingun me vanilje dhe do të përgatisim gjithashtu edhe shtresën e fundit, që është një shtresë me çokoladë sipër. Për pudingun, unë në këtë rast kam vepruar shumë thjesht. Pudingun e kam pasur të gatshëm, por ju jeni të lirë që pudingun me vanilje ta përgatisni vetë në shtëpi. Në kanalin tim ka disa receta ku unë kam përgatitur puding me vanilje në shtëpi. Në këtë rast, unë pudingun e kam të gatshëm dhe thjesht kam ndjekur të gjitha udhëzimet që shkruan tek paketa e pudingut. Për një paket pudingu, unë kam përdorur 3 lugë gjelle sheqer, kam përdorur edhe 1/2 litër me qumësht. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas tenxhere e vendosim në zjarr mesatar dhe lëm pudingun që të gatuhet duke e trazuar vazhdimisht në mënyrë që pudingu të mos na ngjitet në fund të tenxheres. Këtë e bëjmë derisa të shikoni që masa e pudingut të fillojë të trashet dhe të marrë formën që i duhet. Dhe kur mendoni që pudingu është gati, e heqim dhe ndërkohë edhe kekun e kemi hequr nga furra
edhe pudingun ashtu siç është të ngrohtë ja shtojmë kekut sipër. Kekun bashkë me pudingun që kemi shtuar do ta lëmë që të ftohet mirë në mënyrë që masa e pudingut të mpikset mirë dhe ndërkohë ne do të përgatisim pjesën e fundit të recetës. Në këtë rast do të përgatisim një shtresë me çokoladë sipër. Këtë shtresë mund ta përgatisni sipas shijeve që keni dhe sipas mundësive ekonomike që keni. Secili nga ju mund të përdorë thjesht një çokoladë të cilën mund ta shkrijë dhe më pas t'ia hedh sipër recetës. Gjithsesi, unë kam vepruar në një formë tjetër. Në një tenxhere kam shtuar rreth 100 ml krem pana. Këtë recetë mund ta bëni edhe me qumësht, por nëse përdorni qumësht, sigurisht do të shtoni më shumë miell gjatë përdorimit të kësaj recete. Unë kam përdorur një lugë gjelle kakao, një lugë gjelle miell edhe 2 ose 3 lugë gjelle me sheqer. Për sasinë e sheqerit vendosni vetë. Gjithashtu kam shtuar edhe 200 gram me çokoladë zezë. Unë kam shtuar sheqer në këtë recetë pasi kam përdorur çokoladë të zezë. Nëse përdorni çokoladë normale, mos përdorni sheqer. Të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku dhe i vendosim tenxhere në zjarr mesatar derisa të shikoni që masa do të fillojë të trashet. E trazojmë edhe çokoladën mirë derisa të shkrijë komplet dhe derisa masa të marrë trashësinë që ju doni. Kur mendoni që salca e çokoladës është gati, e heqim nga zjarri dhe e lëm vetëm për pak sekonda që të ftohet, derisa ne sipër ëmbëlsirës do të vendosim një shtresë me banane. Kjo është totalisht në dëshirën tuaj, por më besoni që në këtë mënyrë kjo ëmbëlsirë bëhet fantastike, merr një shije shumë të mirë, në vend të bananeve mund të përdorni edhe fruta të tjera. Unë kam përdorur 2 banane, të cilat i kam prerë në feta shumë të holla dhe më pas i kam vendosur sipër pudingut. Dhe sipër bananeve kam shtuar edhe salcën me çokoladë. Më pas e kam niveluar mirë me anë të një spatule ose të një luge dhe në fund fare ëmbëlsirën e lëm që të ftohet mirë. Prandaj dhe u thash në fillim që këtë recetë mund ta përdorni dhe ta servirni si një ëmbëlsirë të ftohtë, si një tortë të ftohtë tani gjatë ditëve të nxehta të verës. Edhe nëse keni mysafir apo edhe familjarëve tuaj, në vend të akullores mund t'u servirni këtë tortë, pasi më besoni që del fantastike, ka një shije shumë të mirë, duke qenë se kemi përdorur edhe puding, edhe banane, edhe çokoladë. Një kombinim fantastik, do ta provoni edhe vetë nëse e përgatisni këtë recetë në shtëpinë tuaj. Më pas, kur ëmbëlsirën e keni gati, e prisni sipas formave që doni dhe e keni gati që ta servirni. Mund ta përgatisni këtë recetë edhe në rast se keni festa apo raste të ndryshme në familjen tuaj, qoftë edhe për ditëlindjen e fëmijëve ose edhe për raste të tjera specifike. Ju e pat edhe vetë që receta është shumë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj, përbërësit mund t'i shtoni dhe t'i zëvendësoni ato sipas mundësive ekonomike që keni në shtëpinë tuaj dhe në fund fare ëmbëlsira del me një shije fantastike. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nkuroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.